Duhan Pirsi do të thonë se në lokale pa kafe dhe pa cigare nuk mundet. Nëse ulemi diku fillimisht shtrohet pyetja, më falni, a mundet një taketuke? Kurse më pas jepet porosia. Por ata që nuk janë duhanpirës mezi presin të hyjë në fuqi ligji antiduhan. Duket se duhanpirja nuk është vetëm një ves, por edhe një institucion social. Qytetarët janë dëshmitar se nëpër institucione, zyra apo sportele ndjehet tymi i duhanit dhe aroma e kafes së freskët. Imponohet dilema ta ndezi ose jo një cigare. A mund ta pini kafën e mëngjesit pa e ndez një cigare? Unë cigaren nuk e pi, dhe më pengon cigaria e të tjerëve kur pin. E pi kafen pa problem, pa cigare. A çka mendoni për ligjin antiduhan? Që do të hyjë në fuqi? Ligji është shumë i mirë, si në Evropë, edhe këtu duhet të jetë. Po, si do vendose parlamenti, unë mendoj se duhet kalon në parlament. Kafën çdo herë jam të pi veç me cigare, mëngjes kur çona pi kafe çdo herë edhe pi cigare se pa kafe unë cigare s'në pi. Esull nuk mundi me pi. Veç se kafe mund ta pi veç me cigare, për çdo gjë është më mirë më jep kuvet kafja më jep për me pi cigare. A mund ta pini kafën e mëngjesit pa ndez një cigare? Po, unë mund. Po? Po. Po çka mendoni për ligjin antiduhan? Mirë është. Mirë? Mirë është. Nuk mundet. Nuk mundet? Nuk mundet. Po çka mendoni për ligjin antiduhan që do të hyjë në fuqi? Duhet të hyjë. Po? Duhet të hyjë.